Kryetari i lidhjes së sindikatave të vendit Slobodan Trendafilov, pas takimit me kryeministrin Risjan Mickoski, ka deklaruar se të punësuarit në vend nuk kanë probleme me qeverin, aq sa kanë probleme me sindikatat e tjera, pasi siç tha ai, vetëm LSM-ja në takimin e sotëm i ka shprehur kërkesat të punëtorëve për rritjen e pagave në sektorin privat dhe publik. Dy sindikatat e tjera që morën pjesë në mbledhje kërkuan që të shfuqizon dispozitat e marrëveshjes së përgjithshme kolektive në procesin e rritjes së pagave të punonjësve të sektorit publik, por diskutimet për rritje të pagave do të vazhdojnë dhe qeveria aktualisht nuk është kundër rritjes së pagës minimale. Trendafilov njoftoi se nesër do të mbahet mbledhja e komisionit për përcaktimin e përfaqësueshmërisë. Ai tha se e rëndësishmja e këtij takimit ishte se qeveria dha sinjale pozitive. Nga qeveria na thanë se nuk e kanë për qëllim të dëmtojnë punëtorët dhe ky është një nga momentet më të ndryshme të mbledhjes së sotme. Mendoj se për shumë çështje të diskutueshme jemi shumë afër, por nëse tentojnë të sulmojnë LSM-n përmes sindikatës apo partive politike, situata nuk do të ndryshojë. Kryeministri ishte i pranishëm në mbledhjen e plot, e cila zgjati një orë e gjysmë. Është një sinjal pozitiv që nuk jemi ulur me disa këshilltar, por me kryeministrin dhe ministrin e ekonomisë. Trendafilov u bëri thirrje të gjitha palëve që të vinë në shtëpinë e punëtorëve që të diskutojnë për rritjen e pagës minimale dhe të gjitha pagave të tjera.